Në ditën botërore të librit, dua të shtoj rëndësinë e leximit, që është palestra e trurit. Po ju lexoj pak nga libri im i fundit. Qyteti Dyrakut. Te Gadishulli me një qytet, rrotullohet dielli shpejt. Rrotullohet hëna, rrotullohen zogjt, stinët, erat mbi botë. Dyraku për detin ishte fëmijë kurreshtar, ani e letrë lëshonte, a i mbi dalg. Me të udhtonte, por si një marinar, ç'dashuri ndjente ai për brigjet tanë. Si një shpend ujë, si një zgalem vigan, udhtonte ai përreth Gadishullit e Pidam. Si një zgalem klithte nipi mbretit e Pidam, si një pjesë e pandar e Gadishullit të madh. U rrit Dyraku, shpejt u rrit, ishi dejn, ky stërnip. Themeluesit i kishin ngjarë, s'ka në zemër gjak, por zjarr. Stërnipi mbretit Gurkan, nipi mbretit Epidam, tatet dhe nënës ai ngjan. Tokë thurur me gërsheta, kish vetulla të repta. Mes detarëve të qytetit, biri tyre dhe i mbretit.